Unë sot do flas për rinin, sepse nuk mund të hesim dot më. Nuk mund të bëjmë dhe të bëjmë një syshor që me rinin ton po shkon çdo gjë keq. Ajo që por përjeton nuk është thjesht një humbje vlerash. Është një humbje e drejtimit të shoqërisë sonë. Po mbasin ndjenjën e përgjegjësisë, ndjenjën e përkushtimit dhe ndjenjën e arsyes. Në Vlorën tonë, si dhe në shumë qytete të tjera të Shqipërisë, rinia nuk po rritet, nuk po zhvillohet, por po tretet. Po tretet në rrugët pa dritë. Po tretet në rrugët pa dritë, në kafenet pa shpresë, në ekrane që nuk të mësojnë asgjë, në ndjekje të pasurive të shpejta dhe të famës jo aq të mirë sa mund të duket. Faleminderit. Dhe nëse ka ende njerëz që thonë që të rinjt janë dembel, atëherë le të shohim një herë se çfarë shoqërie ka ndërtuar. Se çfarë shoqërie të degraduar po i ofrojmë njëri tjetrit. Sepse kur shoh rreth vetes se çfarë padrejtësisë më ofrohen, se çfarë mbështetjes më japin, atëherë nuk besoj më as e vetja ime. Sot kemi ndërtuar një shoqëri ku ai që shfaqet më shumë promovohet dhe ai që përpiqet më shumë injorohet. Një shoqëri ku ata që rrinë natën duke studiuar bullizohen, ndërsa ata që shfaqin vlera imorali mbahen si model i më të mirës. Ndërkohë, shumë të rinj përballen me ndjenja apostoku dhe vetmie. Janë të lodhur nga pritshmëritë e kota, nga mungesa, nga konkurenca jo të ndershme dhe nga mungesa e përkrahjes. Ju të gjithë këtu jeni prindër të fëmijëve. Cilët prej prindërve janë ata që dërgojnë të miturin në mitingje para një njeriu imoral, i cili i thotë fëmijëve të tyre shikoni nudot e mia. Dhe për më tepër ata prindër që i mbështesin dhe i duartrokasin, mua nuk më duke normale. Cilët janë ata mësues që në vend të frymëzojnë e të mbështesin fëmijët, vend dhe i kërcënojnë dhe i stresojnë fëmijët që të marrin pjesë në aktivitete që nuk marrin vesh për asgjë. Mendoj se të gjithë e ti përgjigjen për këtë pjesë. Prandaj mund të them se problemi nuk është vetëm te qeveria. Problemi fillon nga ne të gjithë tu. Sepse so prim, mbyll syt, so mësues, hesht. Dhe për më tepër, çdo njeri bën sikur nuk i intereson çfarë po ndodh me ne. Prandaj ne kërkojmë një të ardhmë më të ndershme. Kërkojmë që çdo njeri të bëhet dikush, një profesionist, artist, sportist, por për një tjetër, për më tepër një njeri i drejtë dhe që jeton me dinjitet. Kërkoj një vend ku përpjekja të shpërblet dhe jo të përbuzet. Kërkoj një të drejtë për të shndruar dhe jo për të ikur në rrugët e emigrimit. Dhe nëse nuk e bëjmë të sot, nese do të jetë shumë vonë. Mos u bëni pjesë e fajt, bëni pjesë e zimit. Bashkë mund t'ja dalim. Faleminderit.